وسلم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي أنفسكم وما يبث من دابة لآيات لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këto ajeti kerim që urdhënon, Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke I ju lutë Allahu të futi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, Allahu I cili na boni nasib të lindemi musliman dhe të jetojmë musliman, dhe lusim Allahun që të ja dorëzojmë shpirtin me iman. Me dritën e imanit të na ndriçon jetën e kësaj bote, natën e vorrit dhe urën e siratit. Të na lehtëson ditën e mahsherit, të na bën nasib shefatin e pejgamberit, të na bën nasib me pi prej kranit të Qautherit, të na zbardhën fytyrat tona në atë ditë që shumë fytyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasib neve. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punët e liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë që muslimanëve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me fuqinë e vet mbar musliman prej zullumit të zullumqarëve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatron, po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të neve. Amin. Vëllezër të dashur, ajetin që lexoj para jush ka të bëj me argumentet dhe faktet të cilat Allahu Dhul Gjelal I ja afron njeriut që të kupton njësinë e Allahu Dhul Gjelal, të kupton fuqinë dhe urtësinë e Allahu Dhul Gjelal, nga se Allahu Dhul Gjelal I ka ftuar njerëzit dhe e ka ngacmuar intelektin njerëzor që ata të hapin sytë e ballit dhe të zemrës dhe të kuptojnë fuqinë e Allahu Dhul Gjelal. Dhe ata të cilët duan të kuptojnë fuqinë e Allahut, argumente do të gjejnë lartë në qiell, në vetveten, në tokë, në gjallëres, në gjallësa të lloj-llojshme, deri në insektet më të ima, do të gjejnë argumente dhe fakte se Allahu Dhul Gjelal është I plot fuqishëm, është I gjithdijshëm dhe dituria e tij është absolute dhe fuqia e tij është e pakufishme. Pra vëllezër të dashur, ajetet kuranore të cilat ftojnë në shkencë dhe dituri janë të panumërta, dhe në shumë ajete Allahu Dhul Gjelal na thërret që të hapim sytë e ballit dhe të zemrës, dhe të mendojmë dhe të studiojmë dhe realitetin të kuptojmë, nga se kjo fe është për njerëzit e mençur, li ulil albab, li ulil absar, li qaumin yaqilun, li qaumin yatafakkarun, li qaumin yatadhakkarun. Allahu Dhul Gjelal e përmend trunin, intelektin, sytë që me ton njeri shef, veshët që me ton ndëgjon dhe trunin me të cilin njeriu kupton. Pra vëllezër të dashur, tema është pak e ngjashme me të kaluarën. Megjithato e pam të rrugës që ta vazhdojmë me disa argumente kuranore dhe me disa zbulime shkencore
dhe të bindemi një herë për gjithmonë që na jemi fatlum, elhamdulillah, që Allahu Dhul Gjelal na ka udhëzu, këtë fjalë të Allahut e kemi pranu, këtë fjalë të Allahut në zemrat tona e kemi afru, dhe me fjalë të Allahun jemi duke adhuru. Pra ajo është Kurani Kerim. Allahu Dhul Gjelal në një ajet kuranor thot: "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas, wa la ya'qiluha illa al-alimun." Këto janë shembuj të cilët ja u sjellim njerëzive, por këto i kuptojnë të mençur. La yaqiluha illa al-alimun. Shembuj të cilët i sjell Allahu Dhul Gjelal në Kur'an nuk i kupton çdo kush, por i kupton ai që don ti kupton. Inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Nga sa Allahu Dhul Gjelal thot, Allahun e kanë frikë, Allahun e adhuron, Allahun e respektojnë, Allahun nuk e kundërshtojnë, Allahun nuk e mohojnë, të dishmit. Pra ata janë të dishmit. Dhe ai musliman i cili Allahun si krijues ka pranu, si furnizues ka kuptu, dhe pra Allahut turprohet, dhe sipas urdhërave të Allahut ai jeton, dhe nga ndalimet e Allahut largohet, ai është i dishëm. Ai është i dishëm, por na mungon diçka tjetër. Na mungon të kemi dituri dhe njohuri shkencore, që edhe më tepër ta kuptojmë këtë fe. Vëllezër të dashur, këtë Kur'an e kuptojnë më lehtë astronomët, më lehtë do ta kuptojnë biologët, më së lehti do ta kuptojnë fizikantët, më së lehti dhe më së mirë do ta kuptojnë specialistët, mjekët. Duhet ta kuptojnë. Por e dini pse se kuptojnë? Se ata nuk e shfletojnë Kur'anin, duke mendu se Kur'ani është libër i vjetër, të cilit i ka kalu koha si çdo libër tjetër. Dhe kanë guxim disa njerëz kështu të deklarohen, dhe të thonë, po njo, Kur'ani, Injili, Taurati, që ato janë libra të shpallura dhe kështu. Jo vllai dashur, diferenca është shumë e madhe, diferenca është shumë e largët në mes të librave tjerë qiellor dhe në mes të Kur'anit famlar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë pa Omerin radiallahu anhu e kishte marrë një farë shkresë në dorë. Tha, çka është ajo ja Omer? Tha, disa fjalë të Tauratit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mjaft e keni ato që ka ardhur Kurani Kerimi, se vallahi sikur Musa ta ishte gjallë, nuk do të mbette pa më besu mua. Pra dhe Musa si pejgamber, sikur të ishte gjallë, do ta besonte pejgamberin si vule pejgamberëve. Subhanallah. Pastaj ulemoja thanë, mbar librat të shpallura, të gjitha ato janë grumbulluar dhe janë përmend në Kur'an. Apo? Ndërsa i gjithë Kur'ani është përmend në surën Yasin. Pastaj me gjitha ato është përmbledh në surën Fatiha. Pastaj gjitha ajo është përmbledh në një fjalë, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra në fjalën Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in janë grumbulluar të gjithë librat qiellor, se i gjithë qëllimi i tyre ka qenë Allahun me besu, Allahun me adhuru, dhe ndihem vetëm për Allahut me kërku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Të gjithë këto fjalë, vëllezër të dashur, të cilat fliten në për xhamia, fliten në për tubime, fliten në për darsma, fliten në për deke, në për takimet tona fetare, të gjitha këto kanë një qëllim, që njeriu të thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Zot, ty të adhurojmë dhe prej teje ndihem kërkojmë. Kur e thot njeriu këtë? Kur bindet në Allahun Dhul Gjelal, kur bindet në krijuesin, kur bindet në furnizuesin, kur bindet se është ai i cili jep jetë dhe ai i cili jep vdekje, ai jep shpirtin dhe ai merr shpirtin, ai cakton riskun. Pra Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vëllezër të dashur, ajetet të cilat flasin edhe një herë dhe ngacmojnë intelektin për të kuptuar, janë shumë në Kur'an. Pra Allahu Dhul Gjelal thot, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Në qiej lart dhe në tokë ka argumente për besimtarët. Wa fi anfusikum, edhe në veten e juaj, në trupin e juaj, në ndjenjat e juaj, në zanin e juaj, në gjumin e juaj, në hujet e juaja. Subhanallah. Wa fi anfusikum wa ma yabuthu min dabbe, dhe çdo xhalles që hecën ose fluturon, dhe çdo xhalles që shkelen në tokë është argument le ayatin li qaumin yuqinun. Janë argumente për njerëzit që kanë bindje. Pra çdo krijesë, çdo xhalles që e shohim me sytë tonë,
e kuptojmë qëllimin e krijimit të saj, ose nuk e kuptojmë, ajo ka një urtësi dhe ka një qëllim Allahu dhul xhelal pse e ka kriju. Një mbret zullumqar i tha një dietarit, tha pse Allahu dhul xhelal e ka kriju miskonjën, tha të mos lën rahat ti dhe zullumqarat sikur ti. Ki kështu e kuptoj, pra miskonjën e kriju Allahu dhul xhelal që të mos i lën rahat zullumqarat. Subhanallahu, dënjëherë nuk e lën rahat edhe njerin e mirë, ama e kish qëllimin se Allahu dhul xhelal me miskonjën e mbyti Nemrudin, ja tërhoqi vërejtjen, thashi gjë, mos u bën zullumqar, mos u bën tiran, mos u bën diktator, se Allahu dhul xhelal me ushtrin më të vogël të bën helaq. Rabbena ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar. Çka themi në vëllezër të dashur? Kur e shohim një gjallës, kur e shohim një shpend, kur e shohim një insekt, kur e shohim një miz, kur e shohim një bubrec, ndalemi edhe shiqojmë, a di çka duhet të themi? Themi me vetveten subhanallah. Çka është kjo? Çfarë ka për kësaj? Pse e ka kriju Allahu dhul xhelal? A di çka duhet të thosh? Rabbena, o Zoti im, ma khalaqta hadha batilan, këtë se ke krijuar për kot, por ti ke një qëllim, për krijimin e saj ke një qëllim tëndin, të cilin unë se kuptoj, unë se di pse e ke kriju, ama ti e ke qëllimin tënd dhe ti e ke sekretin dhe urtësin pse e ke kriju. Ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina adhaban nar. I lartë madhruar je o Zot, na ruaj nga azapi i xhenemit. Na nuk mund të adhurojmë ashtu si duhet, na nuk mund të falenderojmë ashtu sa duhet, po me mëshirën tënde fakina adhaban nar, na ruaj nga azapi i xhenemit. Shqo, kjo është edukata dhe terbia e muslimanit. Vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal kur përmend qiet, thot se nurihin ajatina fil afaki, na kemi me ju tregu njerëzive, kemi me ju spjegu njerëzive lartë në qiell, për ata që do të studiojnë astronomin, kanë me kuptu ata lartë se Allahu është më i lartë. Sa më lartë të shkojnë, e kuptojnë lartësinë dhe fuqinë dhe urtësinë e Allahu dhul xhelal. Pastaj në një ajet tjetër tha: "Wa man yahdillahu yashrah sadrahu lil Islam." Ata që e udhëzon Allahu, ja hap gjoksin, ja qel shpirtin dhe ja pushon dhe ja qetson me iman. Pra mbushet zemra e muslimonit me iman dhe knaqet me ton, knaqet me iman, e plot me iman, jeton rahat. Wa man yurid an yudillahu, ndërsa ato që e lën delalet, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama. Arabët në atë kohë nuk kanë qenë gjendje me kuptu këtë ajet kuranor. Nuk kanë qenë gjendje dhe vonë nuk e kanë kuptu, por pastaj është kuptu ki ajet, është kuptu, jo është vërtetu. Se disa njerëz tonë të gabojnë, thotë çijo, me çket zbulim shkencor, po vërtetohet Kurani. Subhanallah, deri tash Kurani s'ka qenë i vërtetë. Kurani ka qenë i vërtet pre asaj dite që ka zbrit, por njerëzit se kanë kuptu vërtetësinë e tij dhe urtësinë e tij. E tash çka thot Allahu dhul xhelal me këtë ajet kuranor? Ato që Allahu e udhëzon, ja qetson shpirtin, ja qetson zemrën me Islam. Ndërsa ato të cilin e kalon delalet, ja ngushton dhe ja ngulfat shpirtin, a jeton gjithmonë pesimist, gjithmonë i paknaqur, gjithmonë i lodhur, gjithmonë i raskapitur. Çfarë shembulli ka? Ka annama yas'adu fi sama, sikur ai është duke hipur lart në qiell. E çka ka për kësaj? Shkenca ka zbulu se duke hip lart në qiell, shtypja atmosferike ndalet dhe ajri dhe oksigjeni pakohet, dhe kur nuk ka oksigjen, kur nuk ka ajër, i ngushtohet frima njeriu. A thudë njerë kur bëhet kalabalëk me një dhomë të vogël, edhe ati ngushtohet frimarja dhe thua, qile derën se muzu frima. Me bo me hip të nalë të zihet frima, po veç që këtu ndalemi, ka annama yas'adu fi sama, duke hipur lartë në qiell, duke hipur lartë, ndalet oksigjeni, pakohet frimarja, ngushtohet frimarja, dhe ai njeri jeton me vështirësi, që ashtu qafiri jeton me vështirësi, se sikur nuk ka ajër. Prandaj,
Allahu dhul xhelal kur e ftoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam por shku lart e pregaditi që ti përshtatet dhe ti përputhet asaj lartësie, por ato e pregaditi Allahu dhul xhelal. E kosmonautët tash kur shkojnë lart, kur ngrihen lart, pregaditen me disa mjete që të marrin frym sa ka nevojë, sa atje s'ka frym sa duhet. Por ato pregaditen me mjete. Qëllimi jo në final është të kuptojmë se Allahu dhul xhelal ka shpjeguar më herët para 1400 viteve në librin ton me të cilin ne Allahun adhurojmë, me të cilin ne ato e lexojmë dhe namaz bëjmë, na ka shpjeguar se lart nuk ka oksigjen sa duhet. Kush ja tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këto? Subhanallah, përveç Allahu xhelal. O vëllezër të dashur, pra shkenca, dituria fton në besim dhe besimtari duhet të hulumton dhe imanin e vetë të pastron, imanin e vetë të siguron dhe të forcon. Pra Allahu dhul xhelal ka lënë argumente në lartë në qiell, në veten tonë, në thellësinë e tokës. Subhanallah, ne do t'i përmendim disa xhallesa, të cilat i ka përmend Kurani Kerimi, e njerëzit kanë thonë, çka ka Allahu që e përmend këtë krijesë? Çka ka Allahu që e përmend miskonjën për shembull? Çka ka Allahu dhul xhelal që i përmend të xhallesa të dopta? Shikoj, do t'i përmendim pra si insekte. E para do të përmendet bleta. Bleta, fabrika e ushqimit superior, që s'ka fabrikë në rrezullin toksor që mund të prodhon atë që prodhon bleta. Dhe Allahu dhul xhelal në një sure të Kur'anit e ka emërtuar me emrin e bletës dhe ka thonë Suratun Nahl, surja e bletës. Një sure tjetër e ka emërtuar Suratun Naml, surja e bubrecit. Një sure tjetër e ka emërtuar Suratul Ankebut, surja e marimangës. Subhanallah, surja e bletës, surja e marimangës dhe surja e bubrecit. Pastaj ka përmend din sekte tjera në Kur'an, se janë xhallesa të çuditshme, për ata që kanë mend dhe studiojnë, për ata që kanë mend dhe kuptojnë, i ka përmend edhe din sekte tjera. Ato janë minza që fluturon dhe miskonja. Por në emën të tyre nuk ka emërtu sure. Subhanallah. Nuk ka lënë sure në emën të minzës dhe në emën të miskonjës, por i ka përmend në Kur'an. Nëse bëjmë një analizë, pse në emën të bletës ka emërtu sure, Suratun Nahl? Se bleta është shumë e dobishme, bleta është shumë e mençme. Subhanallah, bleta o vëllezër të dashur, për të cilën Allahu dhul xhelal në Kur'an thot: "Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun fakuli min kulli ath-thamarati wasluki subula rabbiki yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun." Subhanallah. Kur Allahu dhul xhelal e inspiroi bletën, çka i tha? Çka i tha bletës? Ani takhidhi min al-jibali buyuta. Tha, ti formo shtëpi tënde në për kodra. Wa min ash-shajari, në për drum, dhe mimma ya'rishun, dhe në ato kosheret të cilat ti i ndreqin njerëzit. Pra së pari bleta ka fillu të ndërton folen e vetë, kosherën e vetë, vetë vetiju. Dhe e ndërton atë hojin e vetë në një inxhinerit hatashme. Inxhinerët, specialist, profesionalist, habiten në qëfar forme bleta e ndërton hojin e vetë, vendin ku e ruan dhe e prodhon mjartë. E Allahu dhul xhelal në Kur'an e përmend thot i dha inspirim Allahu dhul xhelal bletës që ajo të formoj kosherën e vet dhe të ngaj, të udhtoj që të formoj 1 kg mjalt, por 1 kg mjalt bleta duhet të udhton 460.000 kilometër. Jo 460, sa pingostivar deri në Beograd. Jo 460 kilometër. 460.000 kilometër duhet të udhton bleta për ta bën ty o muslimon, o njeri, për ta përgatit 1 kg mjalt.
Për çka nga renda jo, gjithat luftë sa e bon. Për të prodhu mjalt. Për kë? Për njeriu. Njeriu e ha mjaltën se përmend as prodhusin, as krijuesin. Hiç se përmend. Hiç si shkon ndërmend, subhanallah. Çfarë fabrike u prodhu kjo? Në fabrikën e thjesht një mizë e rëndont na duket neve, por ajo shumë e mençme. Nga specifika e bletës, shumë interesant. Nga specifika e bletës është se bletët, një mizë e cila nuk ngan, nuk punon, nuk bjen mjalt, e largojnë, e mbysën dhe hekën për familje. Dembeli nuk e lën familjet vetë. Bletët nuk e lën mizën që nuk prodhon, nuk e lën mrenda, e mbytin e hekën prandaj. Ska dembel këtu të nes duhet. Që çfarë punëtor janë, është bleta. Pastaj specifika tjetër. Specifika tjetër është se nuk lejojnë mizën e huj të afrohet koshere. Miza e huj zgudzon, e njohin, e diktojnë. Ja e huj është kjo. Subhanallah. Ty me ti lon para vetes di miza të bletës, me ta ndru njënën për tjetrën se dalon. Ato me 100.000 miza e diktojnë, e hetojnë se kjo nuk ashe familjes tonë. Ka hini kjo këton? Bleta nuk lejon. Nuk lejon sa që ka hinë në familje tonë, nuk ashtë joni dhe nuk dim çka bonaj. Hiqe pikande. E mbysin me përjashtim. A dini kur e lejon? Subhanallah. O vllai dashur, ma khalaqta hadha batila. A dini kur bletët e lejojnë të hinë ndonjë huj? Kur është koha kur prishet. Doni miz bletë e huaj, i ka ra rruga, o shprish koha, sa ju thon sa ju thon, 460.000 kilometër. I ka ra rruga të kaloj ka kosheret e bletave tjera, dhe ajo ndalet e lanë e hijen e të kurtalisit se havaja u ka prish. U ka prish havaja në të hijen. Wallahi, si të ndreqet koha i thon, hajde hik pikande. Si jeti e jona, nuk je familjes tonë. Hik, na të bom vend, bom konak, të shpëtojsh. Tash koha u ndreq, hec. Ja, s'ka këto. Subhanallah, ma khalaqta hadha batila. O vëllezër të dashur. Pra, këtu merr mend njeriu në insektet. Në bletën, e cila pra, specifika e saj, se ajo udhton shumë gjatë që s'ta merr mendja. Kur gjendën një ushqim dikundit dobishëm, shkon i lajmëron tjerat në formë të vallëzimit, i tregon sa kilometër është larg ushqimi dhe në cilin drejtim, dhe ja nisi ato vetë shkojnë të ushqimi se ajo ju ka tregu. A nuk është mençuri kjo? A nuk është inspirim nga i mençuri, nga krijuesi, nga i urti, nga Allahu dhul xhelal? Pra kjo është bleta, o vëllezër të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha, muslimani duhet t'i ngjan bletës. Than, në çka ja Rasulullah? Tha, të jetë i lëvizshëm aktiv, të mos jetë dembel, të hec. Një, e dyta, tha të jeti urt, se bleta kur hip mbi lule nuk e dëmton. Edhe muslimoni të jeti urt, të mos dëmton tjera. As kur të hinë në shtëpinë e tij, as kur të flet me to, të mos e dëmton. Sikur bleta me urtësi. Pastaj tha, në tjetër sen, çka i duhet t'i ngjaja Rasulullah? Tha, në prodhim, muslimoni duhet të jetë prodhues. Muslimoni duhet të prodhon, të punon, të përparon, si bleta. Pastaj tha, në ëmbëlsi, të jeti ëmbël, fjalë të ëmbla. Zguzon prej muslimonit me dal thartin e hidhrim, e pelin. Pastaj tha, aleikum bi shifa'aini. Tha, ju porosis që ti përdorni di ilaçe, di barna, janë shumë të dobishme, të pazavendësueshme. Në asnjë barnatore nuk i gjen ato. Ja, nuk i gjen. Në barnatoret e fabrikave toksore nuk e gjen ato ushqim, vetëm në fabrikën qiellore. Than, cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, el Kur'anu wal asal, me Kur'an dhe mjalt. Subhanallah, me Kur'an dhe mjalt. Pra me Kur'an shpirtin e juaj, me mjalt trupin e juaj. Se mjalta përbën shumë kalori të çuditshme. Subhanallah, çka bën mjalta nuk ka tjetër ushqim. Mjalta është ushqim specifik që s'mund ta bën diç tjetër. Ajo bartën bakër, hekër, ari, argjent, zink, gjitha çka ka nevojë trupi i njeriu në mjalt i ke. Prandaj Allahu dhul xhelal tha, fihi shifa'un lin-nas. Për mjaltën. Për Kur'anin çka tha? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma fihi shifa'un wa rahmatun lil mu'minin.
ju zbres nga Kurani shërim dhe mëshirë. Pra Kurani shërim i shpirtit. Kur të ngushtohet muslimani, kur të mërzitet muslimani, çka duhet me bon? Çka duhet me bon? Me lëshu një këngë me qeteli? Ja. Me ndhez një cigarë? Jo. Ja, sa ajo edhe më tepër ta shton hidhrimin, sa ajo është zjarr. Çka duhet me bon? Ela, bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tha Allahu dhul jalal, keni kujdes. Veni mend se me dhikr të Allahut, me të përmendur Allahun, qetësohet shpirti dhe zemra. Me të përmendur Allahun, pra me të lexuar fjalën e Allahut, me të lexuar Kur'an, kënaqet shpirti muslimanit. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ju porosis me dy lloj barnash. Njëri është Kur'ani, tjetra është kush? Është mjalta. Kjo një. E dyta, cila sura vjen? Suratul Ankebut. Vjen surja e marimangës. Të flasim sa fjalë për marimangën. Çka është marimanga? Është një insekt i çuditshëm i cili bani një plohur në shpellën atje. E dini ku? Ku më shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ajo thuri që ndisi një plohur dhe kur shkon mushrik than ja, se të kishte hi dikush këtu para neve e kishte prish këto, po këtu s'ka kushte. Subhanallahu, shikjo, çfarë ushtari është marimanga. Allahu dhul jalal në Kur'an e ka përmendë dhe thot: Innal ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'an kamathalil ankabuti ittakhadhat baytan wa inna ahwana albuyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun. Ata njerëz të cilët pos Allahu dhul jalal, pos Allahut marrin mbrojtës tjetër kënd. Mbrojtës, a ka mbrojtës tjetër pos Allahut? Ata të cilët marrin mbrojtës putat, marrin mbrojtës njerëzit, marrin mbrojtës kryetarët, marrin mbrojtës njerëzit të pasur, mendojnë se ato do t'i shpëtojnë, ato do t'i mbrojnë. E dini si e kanë shembullin? Sikur ata të cilët duan të bëjnë shtëpi sikur e marimangës. Marimanga shtëpinë e vetë thurën nga do fije shumë të dopta. E dini pse? Se nuk rrin gjatë, prandaj nuk harxhon kohë. Po shumë e mençme që nuk lejon do një insekt të preke në shtëpinë e saj, do një abonxhi, nuk lejon. Me një herë sulmon, si tasht insekti më i fort, më i fuqishëm, marimanga dini çka bën? Nga mrendia e saj e gjun e helmon dhe në vend të mby. Ka një helm të vetin mrenda. Marimanga, e din atër, e shef armikun, si që merr mendja, e sulmon, nuk ka merr mendja, e helmon, edhe u kripun. Subhanallah, kjo është. Pra, jo rasisht marimanga në disa vende u paraqit që ajo shkruan emrin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, ajo është e cila e ka ndihmu, jo që e ka mbrojt, Allahu e ka mbrojt pejgamberin, po edhe ajo ka marr pjesë në mbrojtjen e pejgamberit kur ai është largu dhe ka dalë prej vendlindjes. Nuk është habi pse ajo e shkruan emrin Muhammed, se është krijesa Allahu dhul jalal dhe ajo çka ti thot Allahu e krin që të mbushen me mend do njerëz që s'kan mend. Ndoshta mos merr mend prej marimangës, nuk e kupton Kur'anin, nuk e ndjon fjalën e hoxhës, nuk e ndjon fjalën e ulemave, nuk ndalet të lexon, nuk studion, e shkon marimanga thotë, shife be, kush është be më i mençëm, aty a unë, çfarë mor marimanga, një insekt, e që unë shkruaj Muhammed, aty nuk don të thosh Muhammed Rasulullah. Nuk don të thosh, pse? Se ti e din veten të përparuar. Subhanallah. Me kaç pras po humbim kohë te marimanga. Kush vjen tash në rend? Suratul Naml. Bubreci. E pse bash bubreci? Subhanallah. Çka ka për bubrecit? Ja. Bubreci është shumë i edukum. Bubreci namletun është e përmendur në Kur'an këtë rast. Hatta idha ja'u wadiyan namli qalet namletun ya ayatuha an-namlu udkhulu masakinakum. Allahu dhul jalal në Kur'an thot kur Sulejman a.s. i kalonte me ushtrin e vet, kaloi pran foles së disa bubrecave. Ajo që ishtë përgjegjës i zoti shpijë së bubrecave, se dhe ata kanë një zot shpije, bubrecat e kanë një zot shpije, një domaqin, që i ndëgjohet fjallën, që urdhnon në shtëpi se çka duhet me bon. Jo sikur në disa shtëpia tona sot nuk dihet kush është zot shpije, kush është krije, kush është fund. S'merret vesh, si cëllin krijet vetë. Si cëllit domaqin vetë, si cëllit agën vetë, bajraktar. Jo, të mizat ka edukat. Mizat e ndjojnë babën e vetë, mizat e ndjojnë nanën e vetë. Prandaj, a i zoti shpis tha,
ja ayetuhan namlu udkhulu masakinakum. O ju bubreca, hini në folen e juaj që të mos ju shkel Sulejmani me ushtrinë e tij. Vëllezër të dashur, bubreci jeton në tokë. E bartën ushqimin, zahiren, e fut në tokë. Pyetni katundarët, kur e hudhin farën në tokë, mrena në tokë, ajo bin. Normal bin. Fara si të bjerë në tokë, si të mlot me dhe bin. Pse nuk bin ajo fara, ai grunit të cilët mizat e kanë shti në tokë mrenda? Pse nuk bin? Ja nuk bin, se ato janë aq inxhinier, ja kanë përgatit temperaturën që të mos binje, se ajo është zahire, nuk është farë për bereqet. Bubrecia bën një izolim farës së grunit, të elbit, të tërshanës, të feknit, të çka ajo ushqet, ja bën një izolim brenda në tokë, tamam që mos binje. Tamam që mos binje, edhe nuk bin. Ha? Sulejman a.s. njëherë ishte duke kalu rrugës, e pa një mizë kishte ngrit kokën në altë, ishte shumë thatë, shumë nxehtë. Sulejman a.s. je shiqoj, shokët i thanë, o pejgamberi Allahut, çka e shiqon këtë bubrec? Tha, jam të e shiqu si i lutet Allahut. Tha, jam të e ndëgju se i lutet Allahut. Tha, subhanallah, kjo i lutet Allahut? Tha, po, është i lut linje. Pastaj kur e kryti, i thanë, o pejgamberi Allahut, po çka thoshte? Thoshte miza me plot shpirt, me plot ndjenja, o Zot, o mos na bën helaç neve me gjunahet e njerëzit. Që këtë lutje pas ka bo bubrec, mos na bën helaç neve me gjunahet e njerëzit. Pastaj një miz tjetër e takoi Sulejman a.s. dhe e pyeti, a ju mbitte me kokrën e grunit? Tha, ku e tu e çu këto? Tha, në hambar, në magazin. Tha, po sa duhet ti? Për sa duhet një kokë grun? Tha, për një vjet o pejgamberi Allahut. Tha, një vjet një kokër grun. E mori Sulejman a.s. e msheli me një vend posaçëm, ja shkryti datën, në fund vitit ja çeli derën. Kur e pa, miza çka kish bë? Gjysën e kish ngron, gjysën e kish lën. Tha, bubrec, para një viti më tha se e han një kokër grun, unë të sprovova, ti hajke gjysë, pse më tha plot një kokë? Tha, o pejgamberi Allahut, unë kur jam ndorë të Zotit e ha një kokë të plot, se për vitin tjetër ma ka garantu një tjetër. E më kur jam ndorë tënde e hongra gjysën e lash, se me bo me më harru ti, qka të ha pas ta ju? O vllajdashë, prandaj Allahu Dhul Gjelal ka emërtu një sure në Kur'an, Suratun Nemli. E pastaj është një insekt, një mizë e cila përmendet në Kur'an, pa Allahu Dhul Gjelal nuk kalon emër për to. E dini pse? Nuk ka ndonjë fik të mençurisë ose të mëshirës, siç është bleta, e cila formon altin, siç është ankebuti me mençurinë e saj dhe me dobinë e saj, dhe siç është e pra bubreci, i cili kujdeset për familjen, meriton të emërtohet një sure se ajo është e kujdesshme për familjen e vet, më e kujdesshme se sa disa njerëz për fëmijët dhe moralin dhe fen e tyre. O vëllezër të dashur, pra miza, ajo miza që fluturon, i thënë dhubabe. Për këto Allahu Dhul Gjelal bjen një shembull dhe thot: Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubabe. Ata të cilët ju i lutni pos Allahut, ata nuk kanë mundësi ta krijojnë një mizë. Shikoj. Sekreti, msheftësia dhe urtësia e xhallesës nuk është trupi i saj, por është sekreti i mrençëm o shpirti. Pra ai që nuk mund ta krijon një elefant, që s'mund ta krijon një deve, s'mund ta krijon edhe një mizë, se janë të barabarta. Jo, po elefanti është i madh. Pse s'ka thonë Allahu Dhul Gjelal s'mund ta krijon një elefant, ta krijon një krokodil, ta krijon një deve, se mandej thonë e madhe. Allahu Dhul Gjelal për tim poshtnu kafirat, ju ka pru shembull mizën, krijesën më të vogël, nga se ajo bartën një sekret të madh, o shpirtin të cilën ja jep Allahu Dhul Gjelal. E ti mund të krijosh prej plastike, prej kauçuki, prej druni, mund të krijosh që shitë roboti, që ti ban enët e ti lan enët e ta fshin shpinë, po ajo e ka një mangësi, e di cila është ajo? Nuk ka shpirt. Nga se shpirti është në dorën e vetëm Allahu Dhul Gjelal. A ka dhe një fabrikë që prodhon shpirta? A ka dhe një njeri që deri tash në ka prodhu dhe një shpirt? Astaghfirullah. Pra ajo është specifika e krijuesit e Allahu Dhul Gjelal. Pra ata të cilët ju i lutni pos Allahut, nuk mund të krijojnë një mizë. Bile që është ma keq, se nëse miza ja merr ushqimin atij putit,
se ju qëshin putave ushqim, ati ja u lishin, ma në shkojshin i hajshin gjallesat natën, të kur shkojshin sabat thëshin të boft mire pas ke ngran. Kështu pra gjehli, qufri, kështu ashte, pra hajnë gjallesat natën. Por, nëse miza ja merë ushqimin ati që aja adhuron, a s'ka mundësit nga aje dhe t'ja merë përsëri. Po ulemon kanë thonë edhe diçka tjetër, se miza mund t'ja marrë jetën dikuj në përmes të infektimit. Mund t'ja merë jetën, infektohet dikush nga miza dhe as mjekët e botës nuk mund t'ja shpëtën jetën ati që miza ka qenë shkaktar. Është një krijese çuditshme, pra kjo është dhubabe. E Allahu Dhul Xhelal ka përmend në Kur'an. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga inspirimi dhe nga vahji, nga zbulimi i krijuesit e tha një fjalë. Mjekësia vonë ka kuptuar. Zotën këto çka i themi ne nga Kur'ani, mjekësia ka qenë në gjumë atëherë, edhe mosh në gjumë për disa çështje. Shiqo vllai dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse miza bjen në enën e dikujt prej juve në ushqim, nëse bjen në ushqim, prandaj duhet të mbulohen enët, duhet të lahen enët, të mos lihen të preken nga miza, të mos e prek miza fëmin duke fjetur të buzët, të syni, të mos e prek se mund të infekton. Pra miza nëse bjen në enën e ushqimit tuaj, çka duhet me bo? E nuk ke tjetër, se nëse ke, derdhen s'ka problem. Po nëse ena është e plot me qumsht, ose me jemek, me gjell, është e plot, ata hudhima, s'kemi tjetër. Çka tha sallallahu alaihi wasallam? Shtinje mbrenda në të hije kret, pastaj nxjerrnje, hudhnje, pak prej asaj nxjerrni dhe u kry. Pse ta shtim mbrenda? Subhanallah. Tha mos e hiqni me një herë, nëse miza ka rënë në anë në enën e juaj, mos e hiqni me një herë, po shtinje te poshtë, hudhnje mbrenda, det batisje kret e pastaj e hiqni. Subhanallah, tash u bë më keq. Ajo kishte rënë gjysa, ki thosh ti e kret. Pse ja Rasulullah? Pa atja thosë është infektive, është helmuse. Po, ama në njënën fjetë mban helm, në tjetrën ka ilaç kundra helmit. Ti se din në cilën fjetë ka ra miza? A din ti, a kemë mikroskop të... Si asa në zbulësh. Ja të lutem. Edhe ma mjekësia nuk e ka zbulu mizën në cilën fjetë e ban helmin, në cilën fjetë e ban ilacin, shërimin, se ka zbulu. Prandaj sallallahu alaihi wasallam tha, batise, tani hiqe. Nëse ka ra me fjetën e helmit, kjo qetra ban kontra helmit, ilacin, edhe ti kur ta lisesh. Subhanallah. Pastaj, në një rast tjetër tha, që nuk du dalë prej temës, tha, kur në enën e juaj kalpi qeni, ta lani 7 herë, njënën prej tyre me dhe, ta fërkoni me dhe. 7 herë ta lani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur të lëpin qeni në një enë, ta lani 7 herë. Ta shti në Evropë, në perendim, njerëzit e përparum, qenin e mban me vete. Njëni hes për udhe, ja e pak qenit, ati bubes ati përpar, pak ja e patit haje, pas të i hanë vetë. Hajnë zbashku hajnë. Bile njoni që kam të regojmë, që ka është më interesant, tha jo, hoqë, unë e pash njonin të hangër gjevrek me qenin. Tha shë, jo më habitme, tha kur gjanë, tha, unë e kam pa të hangër akullore zbashku. Aha, ta kulloria zbashku me qenin, pash zotin, o vlajdash, shqitjo. Pra kjo është shmenduri. E qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur qeni lëpina enën e dikujt për juve ta lani 7 herë, njona pre atyre në tjetë me tokë, me dhe, e provun këtë hadis halkit, e provun, thanë, po, ama atëherë nuk ka pas detergent, nuk ka pas tartin, nuk ka pas këtë, nuk ka pas atë, tash fabrikat kanë prodhu, e murën dhe e lajtën 7 herë me loj detergenti, kur ja vun mikroskopin kishte edhe mo mikrobe ena, edhe mo kishte. Nuk ja hiqte as një loj detergenti, as një loj kiseline, as një loj thartine, nuk ja hiqte, kishte mikrobe. Thanë, pa hajtë ta provojmë me dhe, kur e fërkun me dhe, pas asaj e lajtën, kur e shqyqun, s'ka mikrobe. Kjo është feja jonë, o vëllezër të dashur. Feja jonë është feja shkencës, e pastërtis, feja sigurt, nuk është feja cila qëndron në pradhë, të në të vërteta, shkencëtarisht. Në mbeti edhe një insekt, shumë i dobet, që Allahu Dhul Xhelal në Kur'an tha, inna Allahe la yestahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allahu Dhul Xhelal nuk nguron që të bjerë një shembull miskonjën, bile edhe më të vogël se miskonja. Ata që nuk besojshin thanë,
Madha arada Allahu bihadha mathala. Çka don Allahu të thot me këto shembuj? Walladhina amanu, ndërsa ata që kanë besu, thanë kjo është nga urtësia e Allahut. Pra, çfarë është specifika e miskonjës? Miskonja, vëllezër të dashur, është aq e mençur dhe aq ka zgjuetësi që nëpërmes të temperaturës ajo e gjen njeriu ku është dhe ja gjen damarin dhe pin gjakun. Ju ka kafshuar miskonja ndonjë? Po, kur të kafshon miskonja është interesant se nuk del gjak. Ajo të shpon në formë të sharrës, e thith gjakun, ama nuk del gjak sikur me shpu me gjelpon. Me marrë me shpu me gjelpon, me nërë del pika e gjakut, në bilekur. E pse kur ka fshon miskoja? Se ajo e thith gjakun, e pastaj mas e thith gjakun, e pështin, dhe pra ajo ndalët derdhje në gjakun. Ajo mundet me thith gjakun edhe me shku me talon ti me të rreth gjakun. Jo, ajo thith sa ka nevoj, e tani e pështin me atë vetën, e bon pak kështu, edhe ti nuk të rreth gjakun me qaq. Por, o shumë karakteristik, se gjakun e njeriut e thithin vetëm miskonjat femën, meshkujt jo. Se miskonjat u shkehen nga nektari luleve, ata nuk u shkehen me gjak njeriu. Miskonjat u shkehen nga nektari luleve, ajo është riska e tine, ushqimi rëndon ti tine. Po pse pra e kafshon njeriu në dhomën e errët, pash Zotin? Ku e din ajo se ti sa të ka zonë gjumi ka arte krije? Ku të gjeti be kjo nërsi? Në përmes të temperaturës, ajo ka një termometr temperaturës çuditshme. Në përmes të asaj e gjen enën e gjakut. Merr gjakun sa duhet edhe shkon. E pse vetëm femra? Se ajo prej gjakut që merr nga njeriu formon vezët e saj për të shtuar. Ndërsa meshkujt s'kan nevojë. Prandaj meshkujt nuk kafshojnë. Kafshojnë miskonjat femën se kanë nevojë nga proteinet e gjakut formohen vezët që shtohet mizë. Me i thonë diku, pas ka kafshu miskonja, po be, femën ka qenë. Ko e din ti se ka qenë? Me i thonë dikuj se ato bjetët cilat formojnë dhe prodhojnë mjallë, janë femra, thot ko e din ti? Allahu dhul gjelar thot, eni tekhidhi, e që kjo në gjuhën arabe, eni tekhidhi, se me konë mashkull thot, eni tekhidh. E mo që kjo eni tekhidhi, e që kjo të regonë se është gjini femror. Bile, edhe ajo marimanga që e shkruan emrin Muhammed, edhe ajo është femër. Edhe ajo marimanga që thuri që ndisit e shpella e pejgamberit, edhe ajo ishte femër. Aman bre hoshti, ka i dim të senë? Jo, nuk i di unë, jo. Edhe ti tash do t'i dish, e di pse? Se Allahu dhul gjelar thot, ankebuti tehadhet bejten. Në gjuhën arabe, emni pa te është mashkullor. Eni tehadhet është mashkull. Eni tehadhet me te është femën. Që tu e mora vesh se marimanga ka qenë femën. Se ajo thurën dhe qëndisën edhe te miskonja që ka e njojnë ta. Vëllezër të dashur, mendoj se me kaq do t'jetë mjaft. Nuk kemi thonë diçka të çuditshme, por me këtë duhet të kuptojnë një gjë të çuditshme se edhe insektet më të imta, më të thjeshta, më të vogla dëshmojnë për mrekullinë kuranore, për zbulimin kuranor dhe dëshmojnë për fuqinë e krijuesit, pra të Allahu dhul xhelal. Si dush të marrë shembull, duhet ta studiosh vetveten dhe të shqyqosh disa insekte më të imta dhe kur ti shqyqosh ato të thush subhanallah. Këtë çka ndëgjova nga Kurani, që ka gjë e çuditshme nga Kurani, por kjo çka kemi thonë na është shumë pak krahasim me ato çka zbulon dhe çka do të zbuloj shkenca nga sekretet e krijesave të krijuesit, të urtit absolut, të mençurit absolut i cili është Allahu dhul xhelal, për të cilin na bim në sejdë dhe themi subhana rabbiyal ala. Ti je i lartë madhruar o Zot, të lartë madhrojmë se ti meriton ma khalaqte hadha batila. Kur gjos ke kriju pa nevojë, si cila ka qëllimin e vet, por na se kemi kuptuar. Për ato që i kuptojmë, duhet të bindemi dhe besimin ton ta shtojmë dhe imanin ton ta pastrojmë. Për ata që se kemi kuptu, duhet t'ja lëmë kohës, generatës, rinis ton që t'i zbulon dhe t'i kupton dhe të binde dhe të vërtetohet se fjala e Kur'anit është fjala e Allahut dhul xhelal dhe Allahu dhul xhelal është ai i cili as gjon nuk krijon pa nevojë dhe në çdo send kalon shenja dhe alamete li kaumin yaqilun, për ata që mendojnë, li kaumin yatafakkarun, për ata që studiojnë, li kaumin yatadhakkarun, për popullet të cilët
e përmendin Allahun dhe nga ajo kuptojnë fuqinë e Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Erdh dhe shkoj jeta për mu, zemra ma shnëzi, gjunahet më kanë lu, të ndjek dunjan më mashtrova, Allahu të robë së një bana. Të ndjek dunjan, shpesh më mashtrova, Allahu të robë, ja së një bana. Erdhe dhe shkoj jeta për mu, zemra më shnëzi, gjunahet më kanë lu, tu indjek dynjan u mashtrova, Allahu të rob suni u bana. Tu indjek dynjan u mashtrova, Allahu të rob suni u bana. Këta sy s'lotun kur për Allah, as bali jem sejgjdes hara, vjeti kën shpejt e tash po qana, Allahu të robë se s'ju bana. Vjeti kën shpejt e tash po qana, Allahu të robë se s'ju bana. Nasi s'latu kur për Allah, as bali jem sejgjdes hara, vjeti kën shpejt tash po qana, Allahu të rob se s'ju bana. Vjeti kën shpejt tash po qana, Allahu të rob